Shqipëria dhe Kosova kanë siguruar fitore të rëndësishme këtë javë në kualifikueset e botrorit dhe tashmë shohin veten në vendin e dytë në renditjen e grupeve përkatëse, vetëm një hap larg sigurimit të play-offit për zonën europiane të turneut. Formula e veçantë e play-offit përfshin 12 skuadrat e dyta në grupe, si dhe 4 skuadrat që nuk kanë qenë në dy vendet e para në grupet përkatëse, të cilat kanë hyrë nëpërmjet renditjes në Ligën e Kombeve. Në situatën aktuale, pas ndeshjeve të së hënës, si Shqipëria ashtu dhe Kosova shohin veten në vazun e tretë. Duhet theksuar se renditja për 3 vazut e para bëhet duke marrë përbazë klasifikimin e FIFA-s, ndërsa skuadrat e Ligës së Kombeve, edhe pse me renditje më të lartë në FIFA, shkojnë direkt në vazun e katërt. Formula e play-offit është me gjysmë finale të një skuadre të vazus 2 si pritse kundër një skuadre të vazus 3, ndërsa një skuadre e vazus së parë shpritse ndaj një skuadre të vazus së katërt. Në finalet, të cilat luhen po me ndeshje teke, fituesi një çifti 1-4 luan kundër fituesit të një çifti 2-3 me vendin pritës që caktohet me short. Në situatën aktuale, 4 kundërshtarët e mundshëm për Shqipërinë dhe Kosovën janë Skocia, Hungaria, Çekia dhe Slovakia.